Një postim i kryeministrit Edi Rama në rrjetet sociale, i nisur si një pasqyrim i punëve publike dhe raporteve ndërkombëtare, është shndruar në një bumerang kritikash brenda pak minutash. Shkak është bërë një hartë e rajonit Ballkanit Perëndimor, ku territori i Republikës së Kosovës nuk figuronte si shtet i pavarur, por ishte i përfshirë brenda kufive të Serbisë. Mëngjesin e kësaj të shtune, kryeministri ndau me ndjekësit e tij në Facebook një grafik të bazuar në raportin e BTI, Bertelsmann Transformation Index. Megjithatë, vëmendja e qytetarëve u zhvendos menjëherë nga shifrat te vizualizimi. Harta e përdorur i paraqiste kufitë e Kosovës me vija të vizuara ose të paqarta, duke vënë në dyshim sovranitetin e saj. Reagimi i ndjekësve ka qenë i menjëhershëm dhe mjaft i ashpër. Brenda pak minutave, nën postim u regjistruan qindra komente nga Shqipëria dhe Kosova, ku kryeministri akuzohej për mungesë respekti ndaj integritetit territorial të shtetit vëlla. Disa nga komentet kryesore thonin: "Kjo hartë është turp, si mund ta fshini Kosovën nga harta, ju që duhet të jeni mbrojtësi i parë i saj? A jeni kryeministri i Shqipërisë apo i Serbisë? Kosova është shtet i pavarur dhe këtë duhet ta di i pari i stafi juaj. Nuk ka gabime teknike me kufitë e Kosovës. Kjo është fyerje për gjakun e derdhur për liri. Ndryshojeni hartën urgjent." Turp që Tirana zyrtare përdor harta që nuk na njohin. Pas presionit të opinionit publik dhe lumit të kritikave, stafi i kryeministrit duket se ka reaguar me shpejtësi. Postimi fillestar u editua dhe u zëvendësua me një hartë të re, ku këtë herë kufitë e Republikës së Kosovës ishin të qartë dhe të saktë, ashtu siç njihen ndërkombëtarisht.